Frymëzimi i të menduarit. E kishte bërë zakon, një zakon të çuditshëm, por të shenjtë, që të merrte veturën dhe të humbiste në labirintet e heshtura të periferive të qytetit. Ishte një udhëtim pa cak, por me një qëllim të brendshëm, të takonte vetveten, të bisedonte me mendimet e veta, të dëgjonte zërin e heshtur të shpirtit, të kuptonte procesin e të menduarit. Drita e hënës luante mbi kapakun e veturës së tij BMW, ndërsa ai rrëshqiste ngadalë nëpër rrugë të mbuluara nga hija e natës. Në atë qetësi, zëri i tij brendshëm bëhej më i fuqishëm se çdo zhurmë jashtë. Mendoj, por si është e mundur që unë të mendoj? Pyeste veten taulanti. Ndërkohë që shikimi i tij përshkonte errësirën, por mendja e tij notonte në dritë. Kush është ky zë i padukshëm, që flet brenda meje? Kush e ndesi për herë të parë këtë dritë në ndërgjegjen time? Kush është frymëzuesi i mendimeve të mia? Këto pyetje nuk lindën nga një kurreshtje zakonshme, por nga një etje e shpirtit për të kapur të përjetshmën. Ai nuk kërkonte vetëm përgjigje, por gjurmët e një Zoti që flet përmes mendimit, ndjesisë dhe vetë ekzistencës. Truri, kjo masë prej rreth 1.4 kilogramash, e përbër nga rreth 86 miliard neurone, është struktura më komplekse në universin e njohur. Por pavarësisht nga përbërja e tij materiale, ai është port e një drite që nuk mund të shpjegohet, vetëm me biologji. Nga aty lindi dashuria, morali, ndërgjegja, krijimtaria, besimi, asnjëra prej të cilave nuk është e nevojshme për mbijetesën, por janë dëshmi se njeriu është më shumë se trup. Pse një njeri që s'ka parë kurrë dritën, ëndërron përryet? Pse njeriu pyet për fillimin dhe fundin, për arsyen e ekzistencës, për të vërtetën absolute? Sepse në të ka diçka që nuk është nga kjo botë. Ai bart një frymë, një thërmi të përjetshmit. A nuk tha Zoti në librin e tij? Dhe i fryva atij nga fryma ime? Aty, në qetësinë e natës, taulanti kuptonte se mendja njerëzore nuk është vetëm një pasqyrë që reflektonte botën, por një antenë që kap sinjalet e së padukshmes. Kur mendja pyet pse ekzistoj, ajo nuk bën vetëm filozofi, ajo po përpiqet të rikujtoj burimin nga ka ardhur, sepse rendi i universit nuk është i rastësishëm. Gjithësia funksionon me saktësi matematikore, konstanta fizike, forca të balancuara, ligje të parashikueshme. Të gjitha dëshmojnë një dizajner të mrekullueshëm. Zemra rreh 100.000 herë në ditë pa komandë të vetëdijshme. Gjuha formon kuptime nga tingujt. Mendja i jep formë së padukshmes. A nuk janë këto mrekulli që thërrasin në një zë të heshtur? Krijuesi është këtu? Ai e ndjente. Mendimi i tij nuk ishte rastësi, por një ftesë, një dritë që i jepej si dhuratë, sepse çdo ide e thellë, çdo frymëzim i lartë është një dhuntin nga ai që është burimi i dijes. Atë natë, ndërsa vetura rrëshqiste qetë e hishëm në asfaltin e lagur, taulanti ndjeu se nuk ishte thjesht duke ecur nëpër rrugët e qytetit, por nëpër shtigjet e shpirtit. Çdo pyetje që lindi në mendjen e tij ishte një hap më afër krijuesit. Çdo mendim, një dritë më shumë drejt madhështisë së tij. Sepse mendimi nuk është thjesht një mjet për të zgjidhur jetën. Ai është dëshmia më e fuqishme se jeta ka një qëllim, dhe pasaj qëndron një Zot i gjallë, i madhërisëm dhe i gjithditur. Mrekullia e tij është në gjithçka dhe mbi të gjitha, në vetë faktin që mund ta ndjesh atë. O Zot i mendimeve, faleminderit që më frymëzon të mendoj për ty, për madhërinë tënde.